Java e 24 e kampionatit në ligën e parë të futbollit vendor fillon nesër me ndeshjen derbi mes Vardarit dhe Shkëndijës, ndeshje kjo e cila do të zhvillohet në stadiumin tek kampi stërvitor i FFM-s me fillim në orën 15. Derisa skuadra e Vardarit lufton mbi jetesën, ekipi i Shkëndijës rrugëton fuqishëm drejt titullit të 5 kampion, prandaj kjo ndeshje ka rëndësi të veçantë për të dyja skuadrat. Mbrojtësi në ekipin kuqezi Aleksandër Trumçi, në pritje të këtij takimi të vështirë, thotë se kanë analizuar mirë ekipin kundërshtar. Po, është vërtet, atmosfera në ekip është shumë e mirë, pasi kemi një sëri rezultate pozitive dhe ekipi po shkon mjaft mirë dhe mendoj që do ja arrim objektivit që kemi. Kemi ndeshjen e nesër kundër Vardarit, e cila e kemi analizuar ekipin mjaft mirë. Është një ekip shumë serioz dhe do shkojmë për fitore. Duke marrë parasysh formën momentale, skuadra e Vardarit kundër Shkëndijës do të jap maksimumin, por futbollisti Trumçi shpreson se nga Shkupi do të kthehen kryelart. Po, ekipi është gjithmonë i gatshëm për çdo ndeshje dhe të gjithë e dimë rëndësinë e kësaj ndeshje, e cila është një derbi dhe është një ekip shumë serioz dhe ne do shkojmë të japim maksimumin tonë dhe besoj që do kthehemi me rezultat pozitiv. 5 takimet e tjera të javës së 24 zhvillohen të shtunën me fillim në orën 15, ku do të takohen Besa e Dobërdollit me Struga Trimlum, Shkupi dhe Pelisteri, Voska Sport me Rabotniçkin, Tikveshi me Gostivarin dhe AP Brera me Sileksin.